Jeta është durim, duro që të rritësh, duro të ecësh, duro të shkollohesh, duro të punësohesh. Duro kur të kaplon ndonjë sprovë apo mërzi. Duro që të mësohesh dhe të kesh sukses. Durimi është shelësi i çdo mirësie dhe suksesi. Kujtoj njerëzit e suksesshëm. Kujtoj Elon Musk, i cili pati dështime të njëpasnjëshme, por nuk u dorëzua. Raketa e parë shpërtheu, raketa e dytë dështoi, raketa e tretë gati falimentoi kompaninë. Ai bëri durim. Dhe në fund raketa u ngrit. Sot është një nga më të njohurit në botë. Nëse ai nuk dorëzohet pas 3 raketave të djegura, pse ti më u dorëzo? Pas një prove që s'të shkoi mirë? Allahu thot në Kur'an, padyshim pas vështirësisë vjen lehtësimi. Dështimi është pjesë e rrugës. Sabri është qelës që hap derën. Bëj sabër, mos u dorëzo, sepse Zoti është me ata që durojnë.